Edi Rama e bëri zgjedhjen e vet. Ai nuk do ta dorëzojë me asnjë kusht imunitetin e Belinda Ballukut. Ka frikë se nëse Belinda Ballukut i hiqet imuniteti dhe hetohet në heqje lirie, ajo do të dekonspirojë të gjitha pislëqet që ka bërë së bashku me Edi Ramën në kurriz të popullit shqiptar. Në Shqipëri, ku çdo qytetar i thjesht rrezikon burgun për parkim dysh, Edi Rama ka zgjedhur që partnerëve të vet t'i konsiderojë përmbi ligjin dhe të mos lejojë hetimin e tyre të plot, por të mundsojë që ata të vazhdojnë të kërcënojnë dëshmitarët dhe të manipulojnë provat. Imuniteti në një demokraci shërben për të mbrojtur kundërshtarët e pushtetit nga persekutimi i pushtetit, jo të mbrojë pushtetarët e korruptuar nga institucionet e drejtësisë. Prandaj Lëvizja Bashku bën thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar të ngrihen protestë ditën e mërkurë në orën 18 këtu, përpara Kuvendit të Shqipërisë. Të kërkojmë të gjithë një zëri: heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, shkarkimin nga ana e parlamentit të Edi Ramës si kryeministër dhe thirrjen një orë më parë të zgjedhjeve të parakohshme.